Gjatë seancës së sotme konstituive, deputetja Vlora Çitaku, Hykmete Bajrami dhe Time Kadriaj ju ndërprej fjala në foltoren e kuvendit nga kryesuesi Avni Dehari. Lidhur me këtë zhvillim ka reaguar deputetja e PDK-s, Vlera Deliu Kodra. Ajo thot se në vend të fjalëve u dëgjuan urdhra, Vlora Çitaku, Hykmete Bajrami dhe Time Kadriaj ju mohuaj drejta të flasin në foltoren e kuvendit, në vend të fjalës dëgjuam urdhra, vetëm propozim, për debat nuk ka, përndryshe sigurimi, thuhet në postimin e Deliut. Deputeti shtoi se një gjë e tillë nuk është demokracia, as fryme e kushtetutës, duke shtuar se në vend të bashkëpunimit po shihet bllokim, arrogancë dhe përpjekje për ta kthyer votën në farsë. Kjo nuk është demokraci, kjo nuk është as fryma e kuvendit, as respekt ndaj qytetarëve që kanë votuar për përfaqësim të parabajt. Gjykata kushtetuese ka folur qartë, kuvendi duhet të konstituohet brenda 30 ditëve, por në vend të bashkëpunimit po shohim bllokim, arrogancë dhe përpjekje për ta kthyer votën në farsë, ka shkruar ndër të tjera ajo. Kjo është shkelje, është abuzim. Ju lutem, sigurimi ta ndërpres. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, konstatoj se në salë jemi 95 deputet, kemi pra quorum për të vazhduar me seancën konstitutive. Vazhdojmë të zgjedhja e kryetarit, ndërsa në vazhdimin e seancës konstitutive 27 qershor 2025, pas konsultimit me përfaqësuesit e subjekte politike, nuk është proceduar me votim, ftoj PDK-n që të propozoj një deputet për antar të komisionit për këtë komision. Për një antar të komisionit, ju lutem. Të nderuar kolegë deputet, sot me vetë dije të plot, kryesuesi po abuzon dhe po e shkelin sigurimi letë ndërpritet, letë ndërpritet, nuk ka nevojë për nëse keni propozim, mund propozoni. Lutem. Kjo është shkelje, është abuzim. Ju lutem, sigurimi ta ndërpres. Kolegë deputet. Regjia, ju lutem ta ndërpres. Ta ndërpres. Ftoj LTK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ju lutem vetëm propozim keni ose nuk keni, për debat nuk ka. Për ndryshe sigurimi, regjia duhet ta ndërpres me njëherë. I nderuar zoti Dehari, kthehu në rendin e ditës për të cilin regjia, ju lutem ndërpriteni mikrofonin. Ju lutem. Ftoj listën sërbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Abuzus dhe shkelës të kushtetutës, marrë për juve. Regjia të ndërpritet, nuk ka debat, vetëm nëse ka propozim, ose s'ka.